si mjek, besoni se duhet të jetë detyrim apo prindërit duhet të jenë të lirë të zgjedhin nëse do I vaksinojnë fëmijët e tyre ose jo? Të them drejtën, vakcinimi është një proces global. Quhet global pasi që, bëhet për të mbrojtur shëndetin në nivel global të fëmijëve, të njerëzve në një rrafsh më të lartë. Por që se e lëm në baza individuale, edhe nuk do e ketë atë efektin. Vetë vaksinimi ka ato targetat. Mund të jetë një vaksinim, por që se nuk ka arrit ato përqindjen e lartë do të jetë që të themi se ja e kemi bën vaksinimin e kemi arrit. Kemi ne, të themi, disa vaksina që kanë treguar shumë efekt. Kemi vaksinën e polios, që tani rrallë mund të shohim. Kemi, të themi, tuberkuloza ka pas shumë efekt mirë. Nuk kemi vende që kanë endemike, po edhe tek ne kanë qenë endemike. Këtu tek ne është njohur si veremi, kara veremi në fakt. Është si term është I gabueshëm, po në atë kuptim është për tuberkulozën dhe tani shumë pak hasim tuberkulozën.